Është thjesht përpjekje e zotit Berisha për të dalë nga kriza ku është, për të ai ka kohë që është në krizë, por kriza ka momente goditjesh dhe këto goditje ai kalon me prodhimin e një klime pseudo konfliktuale me Ramën, duke bërë sikur tashmë kemi një aksion të madh kundër Ramës me qëllim që të shuaj zëret kritik brenda VPD-s, të cilat kanë arritur kulmin. Tani unë nuk e di, po një protestë kombëtare në kushtet kur ai mezi mbledh 200 vetë në foltore, do ishte dështimi radhës, të cilin sigurisht Berisha do ta paraqes përpara publikut si sukses, do thotë ishin qindra mijëra njerëz në shesh, ndërkohë që aty mund të ketë, ku diun, 2000, 3000, 5000 vetë, dhe kështu do përpiqet ta shtyjë sa më gjatë, domethënë në këtë mënyrë do përpiqet të shtyjë 4 vjet tjera deri në zgjedhjet e ardhshme. Është thjesht një parti e cila ka humbur busullën, ka humbur çdo lloj shansi, ka humbur shpresën mbi të gjitha dhe sillet vërdall në agoni të thellë, duke zgjatur mbjetesën drejt një rruge e cila është qorre dhe vdekjen e ka të sigurt. Problemi është që duhet që njerëzit që Berisha ka përreth ta kuptojnë sa më herët, zaten e kanë kuptuar, por thjesht pamundësia për të organizuar i bën që të vazhdojnë të ndjekin këtë lloj politike. Por duhet që sa më shpejt ata të organizohen, të ndryshojnë, të heqin Berishën, sepse pa heqjen e Berishës, kjo parti nuk mund të ketë ringritje dhe nuk mund të ketë rrugë. Kështu që në këtë kuptim ata do vazhdojnë të jenë peng për sa kohë do mbajnë Berishën aty.